Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim një ëmbëlsirë pa pjekje. Përsit janë 1 litër qumësh, god miell, god sheqer, 3 lugë kakao, para kokosi, 1 pana dhe 1 vanilje. Vë në zjarr të ullët dhe përzim her pas here, derisa të trashet të bërësit. Dhe tani filloj të trashet, ka dalë në këtë mënyrë, dhe 1 vanilje blëndë. Me marr një tepsi dhe edhim ara kokosi, e përhapim në të gjithë tepsinë. Me hapur ara kokosi në këtë mënyrë, i edhim brenda. Kemi edhe të gjithë përbërësin brenda, e hapim me shpatull në këtë mënyrë, në të gjithë tavën. Kemi hapur në këtë mënyrë dhe fusim në frigorifer për rreth 1 orë. Panën e edhim në një tas. Dhe tani fillojmë të rrahim. Sa të bëhet kremozi. Si kemi rrahur panën, marrim tavën nga frigoriferi dhe edhim panën sipër. Si kemi hapur panën në të gjithë tepsinë e presim. Tani fillojmë ta mbledhim në formë rolore. Ky është përfundimi i videos të dashur miq, nëse u pëlqeu më bëni subscribe, shifim në videot e radhës, ju faleminderit.